Në ndjenjën tuaj ka vështirësi edhe në shtetet të tjera si Greqia që janë skeptike për të arritur këtë marrëveshje? Shiko, ne grupet më të mëdha të emigrantëve kemi në këto dy vende, më pas vjen Zvicra me Gjermaninë. Zvicra dhe Gjermania nuk e kanë problem, besoj do të realizohen shumë shpejt. Zvicra edhe më shpejt, sepse e para janë numër më i vogël, e dytë janë shtete që kanë kapacitete financiare shumë të mëdha, nuk i rëndon as pak kjo pjesë e njohjes përkatëse me shqiptarët. Anglia ndoshta do të ishte gjithashtu pjesa e vështirë e njohjes, por jo për faktin se kemi numër të madh dhe pse rëndon buxhetin e shtetit britanik përkundërzi, po për shkak të politikave të tyre anti-emigracion që ato duan të frenojnë çfarëdo lloj stimuli emigrimi kundrejt Britanisë së Madhe. Shtetet e Bashkuara? Edhe për Shtetet e Bashkuara nuk besoj se do të jetë problem, pasi numri nuk është shumë. Shiko, po flasim për shtete që kanë një numër pothuajse fare të pakonsiderueshëm, sidomos për peshën financiare që ato shtete mbartin. Padyshim pastaj procedura ligjore ka kohën e vet që duhet kryer. Lajmet mira kanë ardhur për te Adriatikut zoti Sefa, por duke parë dhe kronikën e mëparshme, çfarë bëhet pra në Shqipëri pra nga raporti që pam edhe për zgjedhje pra të gjithë e fokusuan vëmendjen e tyre te pensionistët, por në fund shumë zhurmë dhe pak përfitime, duke parë dhe raportin e Instap. Shiko, është për herë të parë në këto zgjedhje pluraliste, zgjedhje parlamentare, të gjitha forcat politike, qoftë mëdha, qoftë vogla, e kishin pensionet dhe minimumin etik në program të tyre, themel programit të tyre. Jo vetëm dy partitë të mëdha, por edhe 3-4 në thonjza të partitë më të vogla apo partitë e reja, po të konzor. Të gjitha. Dhe kjo është për herë të parë dhe kjo tregon edhe një herë nevojën e madhe që ka jo vetëm ky sistem, por edhe pjesa e minimumit etik mbi jetesa në Shqipëri ka arritur në nivele goxha të rënda. Të vështira, le të themi. Skema e pensioneve vendet vete është një skemë e cila po nuk pati një reformë të madhe strukturore dhe tashmë ne me Bankën Botërore vjetë kemi kryer një studim të madh si qeveri dhe kemi një udhërrëfyes, një roadmap se si duhet shkojë skema e pensioneve. Mos harroni që vetëm para pak javësh qeveria miratoi një dokument politikesh i cili tregonte rrugën se si deri në 2030 do ndryshojë gradualisht skema e pensioneve, por pa thënë konkretisht datat që kur do ndryshojë deri në 2030. Pra çfarë do të kemi këtë vit, çfarë do kemi vitin tjetër, pikërisht sepse kjo varet nga performanca buxhetore, varet sa të ardhurat do të kemi. Një gjë është e sigurt, në formën se si është skema, është e pambajtshme. Është absolutisht e pambajtshme. Për një raport shumë thjesht, në gjitha teoritë ekonomike, nëse do të keni një skemë që vetë mbahet dhe që është me pensione dinjitoze, duhet raporti që të jenë 4 të punësuar që kontribuojnë për një pensionist, për një përfitues. Ne kemi 1 me 1.17 aktualisht. Më pak se 1.2, do të thotë pothuajse një person kontribuon për një pensionist. Tani ka dy forma, o do rrisësh taksat në mënyrë qëndësishme, gjë e cila do rëndonte shumë ekonominë dhe xhepin e personit që punon, ose do duhet djesh forma të tjera alternative se si të rritesh të ardhurat. Ky është viti që ne presim të jetë më i miri për sa i përket mbështetjes buxhetore, pra do ketë më pak nevojë që ne ta mbështesim skemën e pensioneve për shkak të aksioneve që u bën vjet nëse u kujtohet për formalizimin e pagave etj. Dhe prap pritet që të kontribuojnë rreth 400 ose mund shkojë deri në 450 milion euro më shumë nga buxheti i shtetit. Do të thotë që do ishin nga taksat e tjera tona, që cilët mund shkonin për çfarë do lloj gjëje tjetër, investim, shkollë, rrugë etj, dhe do të shkojnë pikërisht për të mbuluar këtë skemë pensioneve. Dhe kjo është duke mbajtur pensionet në këtë nivel dhe me një rritje shumë vogël. Imagjinoni nëse flasim për 2 fishim apo 3 fishim pensioneve.